studio për të diskutuar në lidhje me një temë që çdo ditë realisht e dëgjojmë na prek, është çështja e vëmendjes. Kush e kërkon vëmendjen, për çka e kërkojnë vëmendjen, të gjithë ndonjëherë realisht Kaltrin e dojmë pak vëmendje. Patjetër, unë thash edhe në hyrje të emisionit, sidomos ne që punojmë në media, me patjetër e kërkojmë dhe e kemi vëmendjen, mirë po, janë edhe njerëzit të thjeshtë të cilët jo çdo ditë takohen me kamerën dhe kanë punë me televizionin, e kërkojnë vëmendjen e tyre. Kjo mund të jetë e lindur ose jo, mirë po për të diskutuar sot me neve këtu në studio kemi Arlind Imerin, aktivist të cilin do të diskutojmë. Faleminderit për jetë. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu në një lidhje të drejt për drejt kemi edhe psikologun në Ron Kastrati. Përshëndetje Roni. Përshëndetje për ju, përshëndetje për ftuarën. Ndërkohë që pas pak do të na bashkohet edhe një kolege jona gazetare, Blereta Nuhio, të cilën do ta kemi pas pak në studio për të na bashkuar në këtë diskutim. Arlind, po e nisim me ty. Fillimisht po e nisim kështu nga aspekti personal. Sa kërkon vëmendje ose sa e konsideron të nevojshme vëmendjen e njerëzve? Unë fillimisht do shta me uru 7 marsin gjithë mësuesve dhe mësueseve të Republikës Kosovës. Vëmendja normal kërkohet është proces emocional, besoj, edhe kërkohet edhe prej fëmijëve, edhe prej të rriturve është proces normal. Derisa nuk bëhesh i varur për kërkimit të tepërt vëmendjes, e pastaj sigurisht na i shpjegon edhe psikologu cilat janë pasojat edhe problemet psiqike, cilat i sjell kërkimi i vëmendjes tepruar. Normal, si krejt kërkujmë me pasë vëmendjen, mas pari në shoqëri, në rrethin ku jetojmë, pastaj edhe në rrethe pak ma gjona. Po, në fakt, me psikologun do doja ta pyesja se si manifestohet ose si dihet që një person po kërkon vëmendjen. Patjetër, vëmendja prek shumë trajtesa dhe çështje shumë të rëndësishme në psikologji, por për t'i dhënë një elaborim në thelbësor, ata të cilët kanë pasur në fëmijëri probleme të atashimit ose një trajtim të pabarabartë, mungesë të ngrohtësisë, afirmitetit në relacione prindrore, kanë qenë të bullizuar, të trajtuar edhe të neglizhuar, sigurisht që në mungesë të kësaj vëmendje të shëndosh prindore, sociale, e më gjërë, pra komunitare, patjetër që në të ardhmen mund të sfidohen me kërkesa dhe nevoja për vëmendje, për përkatësi pranë shoqëri, vlerësim apo vetvlerësim, dhe vetvlerësimin e psikologët e cilësojmë si një ndër komponentet më të rëndësishëm të personalitetit dhe të gjendjes emocionale. Kur personat përballen me vetvlerësim të ulët, atëherë sfidohen me episode depresive, zhgënjimi e pikëllimit. Po, Rone, ndërkohë që na u bashkua në studio dhe Blereta. Përshëndetje, Blereta. Përshëndetje, për shtrem. Faleminderit që u bëre pjesë e diskutimit. Nuk e di nëse kërkoj kjo vëmendje me Vanisën. Mund të jetë një metodë për vëmendje. Ja dole, si do të qoftë ja dole. Se zakonisht kom qef më kone sakt. E kuptueshme, për ta është festenu pak situatën. Po, për me më përshtat pak edhe në temë. Okej, direkt me qenë se vetëm u bashkove, si pas teje, sa jetë që kërkan vëmendje, ose atë pengojnë ndryshe, atë pengojnë personat të cilët me çdo kusht të dojnë vëmendjen? Unë si ti mendoj që heshën ke kërkoj vëmendjen, sidomos prej periudhës kur kom qenë më derim edhe si gazetare që aty e kom po që sa ma pak vëmendjen dështa me pas, qaq ma rahat jam, po kove të fundin ka ra edhe me pas tem diskutimi, edhe me qene pranishme në vende ku ka persona që kërkojnë vëmendjen me doje mos, po që nuk është që ndoshta më pengojnë, veç nuk preferoj me nejtë ndoshta me një ambient me ta, për shkak të formave të ndryshme qyshe dhe e kërkojnë vëmendjen. Se, çfarë forma? Nuk të pëlqejnë. A janë toksik? Po, zakonisht kur jemi një grup, edhe jemi të diskutu një temë, edhe me do emocion të persona që
çdo temë kanë qef me u inkuadru, çdo temë kanë qef me tregu që kanë njohuri. Edhe për mua është një farë formë e kërkimit vëmendjes që kjo, për shkak se nuk mundemi me qenë të dishëm në krejt temat edhe me pas gjithmonë atë tendencën me qenë në spotlight edhe e kom pa që është këgja një dukuri e pranishme tek sidomos gjeneratat e reja, kështu që kam vendos në kësaj raste ndoshta veç me u distancu, mos me qenë ndoshta shumë e përshime. Po du me pyet Arlindin, se kjo është aktive dhe sa i përket çështjeve politike, kush prej politikanëve kërkon më mas shumë të vëmendjen? Tu e përfshi edhe ata që nuk janë. Po politikanët qatë punë e bujnë ata, po shumica e kërkojnë vëmendjen e qytetarëve, janë disa që kërkojnë ma shumë, s'pëdi, nashta kisha Unë kam një emër, për këndë ndoj. Ajtë ka zënë, ajtë e këshirë ma Unë në mendoj se të zëvi tha që ka kërkur vëmendjen më të madhe ndaj herë e ka pos, nuk besoj që ka pos nevoj me kërku Edhe e ka kërku. shkak pozitat që i ka pos vazhdushme, e ka pos vëmendjen e... Jo, edhe e ka kërku, ka bë, shpesh herë ka bë edhe thejme fjallë. Për shama për kujtohet, ka zënë të shkrihet bora të bëhet sklot. është vëmendje. Ajo ka mesazh. Ndërsa mundemi me cik edhe Ramosh Haradinaj, me një farë forme dhe me këto talentin e tij, thoj sa po e themi për këndem. Besoj e din edhe ai që këndon mjaft mirë. Ndërsa thjesht duhen me pa vetën edhe me tregu vetën jashtë politikës, po është një farë forme një vëmendje që e krijan. Zëvja Haradinaj ma shumë e ka si pasion muzikën, se s'është që si kanë kallëzu njerë që më shkënë se shumë kesh bre jetë në rrugë, po, e din edhe vetë që kënë në kesh. Po t'i gjysh e ka pasion që ata, ka po shkënë më i zonë ato, e ka pikë dëpë, edhe kështu që është e pamëndshme me bëqët e lija ke mos me ive këtë. Blereta, se pas të figurat publike, a din të zgjedhin metodat e duhura për të marrë vëmendjen? Nështë me që unë jo marrë ma shumë e showbiz kove të fundit jo. Qa kemi pa kove të fundit është që me përdor jetën personale derin që atë pikë për me marrë vëmendje, për mu nuk është forma ma e duhur për me e pas vëmendjen tek audienca, kur ata e ka një profesion, qoftë nëse janë këngëtar, qoftë nëse janë aktor, tiktokera, se tash është kogja një farë profesione. Në Shqipëri duke se po shuhet. Nuk e di, mos po shtohet, nështë ta popozia në Kosovë ma shumë tash, Po, Blereta, se pas të e cila është një figur publike, gjithmonë e showbizit, që ja ka huqë me metodat për me marrë vëmendje? Drenusha Latifi. Drenusha Latifi? Drenusha Latifi. Drenusha Latifi, të fundit e kena po këtë misin që Arnora Ademaj që dulë me ata që bopat e famshëm. Pa i Drenusha Latifi i ka përdor fëmijët e vetë, ka përdor gjithçka që ka pas në dorën e saj, na ka akuzu. Pse po mendon që ka për vëmendje? Po, për vëmendje. Qysh ka mundësi me akuzu dikën për dhunë familje, për derisa ti nuk e shku në polici dhe nuk e ka asnjë kallëzim penal. Ish bashkëshorti i saj, jo s'ka. Nuk ka heq asnjë kallëzim penal, nuk ka ish bashkëshorti i saj na për dhunë familje. Nga Drenusha Latifi. Për ma shumë gjykata në Kosovë ja ka heq edhe mosën e mbrojtjes Drenusha Latifit që e ka pas për arsye që Atilla Kardash nuk paraqet ndaj rrezik as për Drenushën, as për... Unë kësha thonë që edhe vetë Atilla ka përdor vëmendjen dhe ka kërku vëmendjen. Ndoshta të dytë. Drenusha ka Ideja pas që të paktën nga që ka qenë figur me një publike, vend bashkë, edhe unë e kom thonë gjithmonë, nëse kam pas një problem për ka shumë vite dhe nuk kanë mujtë me zgjidhë në gjykat, nuk munden me zgjidhë me një reality show, kështu që me një dark, me një reality show, kështu që mendoj po. Po që s'kanë zgjidhë kur gjë që... Po, përveç Drenushës, Blereta, se pas të dikush tjetër? Që vëdëm bashkë kur dushme po një kur nuk... Po këtë qiftet, ndoshta hec po du me diskutu për që atë pjesë, po menoj që për një me... Ndoshta na po besoj jemi krit gazetar edhe e dim deri në çfarë pike mujmë me shku, po unë ndoshta se di, preferoj mos me folkeq për atë farë pjesë. Puna e kolegëve tanë. Po besoj... Ndoshta Blero ka pak dyqysh me do ndarje, me do... I ka përmend gjithmonë ato... Mu pëlqen shumë Blero që i respekton ish partneret e veta, po dyqyr në çdo intervistë
i përmen ka pak. Besoj që është ka pak tendencë për me marë vëmendje, mandej krit ka pak fytyrat publike, po t'i blerë më kujtu për momentin. E ne kush si më thonë ka kërku vëmendjen, por ashta që edhe nuk ka dhe i skor. Ka kërku vëmendjen, po si ka ecë. S'po di. Me kuptoj, mundën edhe më ju vidru, I ka pjesë Edhe Katrina është tip që kërkan e vëmendjen, sidomos kur vim bëjmë me gati për emision. Po e vërtet. Këj Unë jam vizionesh në televizione. horoskop, pra pa tjetër Edhe se një vizionesh Këj në horoskop. televizione e merë vesh që Katrina po bëhet gati për emision. Edhe një vizionesh në horoskop, po nuk e di pse thonë që vizioneshat kanë qa për vëmendje, së di. Kemi vëmendjen, pa e kërku Me do e heq. mos është ajo. Roni, a mund të konsiderohet në raste të caktuara dhe në cilat raste konkretisht mund të konsiderohet që vëmendja mund të jetë edhe çrregullim? Kërkimi i vëmendjes së tepërt. Po, pa tjetër fillimisht të përgëzoj moderator, sepse i pyetet që të dy panelistët për personazhet e showbizit edhe politikanët, mua nuk po pyetet, sepse jeni djeni që psikologu nuk përcakton dikë, apo nuk identifikon dikë për të paragjykuar, edhe kjo tregon respekt në profesionin e psikologut. Lutem. Në anën tjetër, faleminderit. Në anën tjetër, sa i përket problemeve që mund shfaqen si pasojë e kërkesës për hipervëmendje, problemet më të shpeshta i hasim tek personat narcistik dhe histrionik. Narcistik janë ata personat të cilët kërkojnë admirim të vazhdueshëm, t'ju thurën lavde dhe të kenë një respekt të jashtëzakonshëm mbi statusin e tyre në shoqëri, duke thurur lavde për ta dhe duke ushqyer simpati e admirim gjatë gjithë kohës. Dhe kjo është edhe një ndjenjë madhështie e superioriteti. Ndërsa personat histrionik apo histerik që I kemi thënë më herët, këta persona ushqejnë emocione dramatike të egzagerua ekspresive e që mund të ndikojnë tek rrjetet dhe tek shoqëria duke u dukur më ndryshe me një veshje pak më të pazakont vetëm për të thithur apo marrë mendje nga të tjerët. Dhe mos harroni, duhet ta bëjmë një dallim. Është shumë e natyrshme që politikanët, njerëz të ndryshëm të shoqërisë të kërkojnë vëmendje sepse gjatë gjithë kohës janë në rrjete sociale dhe në aktivitetet e përditshme mediatike. Por të kërkosh hipervëmendje apo të kërkosh vazhdimisht vlerësim e vlerësim, kjo patjetër që mund të tregojë një nevojë për të qenë vetëvlerësuar ose për të përforcuar e përmirësuar vetëvlerësimin ndonjëherë të ulët apo që të ndryshojë periodikisht. Prandaj vetë fjala vëmendje ose e shohim në mënyrë analitike, fjala vë prapë është folje që ka të bëjë me petimet dhe veprim dhe mendja që ka të bëjë me proceset mendore. Po, Vlereta, sipas teje figurat që dalin nga formatet si Big Brother dhe të tjera, sa e kanë afatgjate vëmendjen? Asa, po besoj, ndoshta ke lidhet ma shumë aspektin qysh ata din me shfrytzu vëmendjen që e kam pas, po nuk është që zgjatshëm. Kemi pas lojtar edhe në Kosovë edhe në Shqipëri që një vit maksimum ma shumë nuk është që ju ka zgjat për shkak po besoj në shtatë punës që e kam pas, po nuk kam vëmendje shumë gjatë. Për shkak se unë mendoj që është veç qaj fluksi, qaj periuda që janë brenda, që na I përcjellje me vëmendje, mandej nuk kemi interes për ta tu bazu në faktin, përveç këngëtarve, artistëve që nështë e vazhdojnë edhe veprim. Arlen, sipas te, me qka është më së lehti për të marrë vëmendjen ditë sotit? Pasha zë mas lehti është me... Nështë së di se a me përdorë si term, mas lehti është me budallak me morë se I kena po njerëz... Thojza, ta vënojmë thojza në ashtë. E letujnë a pak në thujza me budallak, po për shumë që për në me njerëz si po unë e shë, për shemull e hupti 2 ditë me bo një artikull të bukur, me shkru bukur, dhe qka një teme dhe nuk letëzohet, so letëzohet për shemull, s'pa përmeni emra, tash për hajde që për shemull, so klikohet Linda Morina, so klikohet në do që nuk është që kalzojnë diçka të meqme në për rrjetet sociale, në për TikTok, Instagrama. Kështu që mas leti, që ashto me inë qatë farbotën, ka plët atë në TikTok që e kam vëmendjen edhe... Ju apim na që të vëmendje njerëzve.
Po se di Çka po na mungon neve që të tjetrit t'ja japim atë vëmendje me budallakun që po e bojnë? Po nuk e di pse unë nashta psikologu më mirë kishme na saru pse është tendenca ma shumë me shiku dikon të shohë me vetin TikTok, se sot një profesor të fullmeqëm. Unë mendoj që nështë sidomos kur jënë bo debatet pse ndjekën reality show të tilla, unë mendoj që krejt njerës ka pak e gjenë vetën dikon, krejt ka prej se cilit person që e shojmë e kem dikon, edhe ndoshta tentojmë me u shkput për një realiteti të përcjell gjana të tilla që neve na duken ndoshta qesharake, edhe në këtë formë i japim vëmendje dikujt që pa dash me ofendu nuk e meriton me pas gjithat vëmendje, momentin që dal në ekran edhe nuk është që jep diçka për me u çmu ose me u vlerësu. Do t'i kastrati pse ju a japim këtë vëmendje personave që ndoshta nuk janë të famshëm, nuk kanë ndonjë pozit, mirë po si stata Arlindi vetëm e kam një budallak në vete dhe ne parapëlqejmë t'i japim vëmendje, t'i klikojmë, t'i shohim në vazhdimsi. Janë disa procese thelbësore psikologjike dhe këto procese kanë të bëjnë mekanizmat tonë të mbrojtjes, të zhvendosjes, projekcionit, introjekcionit, identifikimit me tjetrin, identifikimit supozoj me një viktim, me një agresor, dhe ne si shoqëri duket sikur kemi probleme, mendoj mjaftueshëm me bullizimin dhe duke u përplasur me këto sfida, duke qenë i bullizuar apo duke bullizuar, duke fyer, duke denigruar, duke etiketuar njerëz, duke paragjikuar, sigurisht që mund të shqisim në probleme spekulative e polemizuese. Dhe kur shohim këto spektakle, reality show, edhe shohim personazhe aty që bullizon, viktimizon, ne ngushëllohemi, identifikohemi me këta persona dhe sigurisht që japim, dhurojmë vëmendje për te limiteve, sepse ne kështu paksojmë anktin ton, reduktojmë anktin ton që ndjejmë për vetën, apo mungese një vetbesimi cilësor, apo një vetvlerësimi kualitativ. Po, Loreta, në fakt të vëmendje po marrin edhe njerëz që vetëm shkruajnë statuse në Facebook. Pse po ndodh që kjo ku vetëm një person e jep një mendim të tij në Facebook dhe ne të tjerët shkojmë pas tij duke kërkuar të kemi të paktën ndoshta një mendim prej tij, çka ka bën me reagu, pse po ndodh kjo? Po ndoshta është Është edhe kjo lufta për clickbait, themi kështu? Po, është ndoshta mënyra më e lehtë për me marrë. Mania viralitetit. Është mania viralitetit, pjesë për ndërhyrje. Më bani. Pa problem. Jeni pjesë e emisionit, patjetër që është një tendencë për të shpërfaqur viralitetin kudo, edhe në gjërat më të parëndësishme, sepse jo vetëm kjo ka të bëjë me profitabilitetin apo përfitimet në rrjetet sociale, por gjërat e pazakonta mund të luftojnë edhe rutinën që ndjekin gjatë ditës apo gjatë përditshmërisë. Dhe kur ne kalojmë tek e pazakonshmja, sigurisht që kjo na stimulon kuriozitetin tonë dhe bën virale gjërat. Veçanërisht atyre situatave që janë me tituj bombastik, marrin apo thithin vëmendjen tonë. Po, në fakt, a ka edhe për medjave, vetë medjave, që kërkojnë vëmendje, si që po e përmend psikologu për çështjen e titujve bombastik. Sa përdorën, ndoshta, ose keq përdorët kjo? Unë mendoj që, sidomos në mediat e shkruara në për portale, është një farë rregulli i pashkruar, po që gjithmonë janë tituj bombastik për me të rikë vëmendjen e audiencës, për shkak se tash po besoj na e dim edhe nuk është shërbim ndoshta prishëm me këtyre titujve, po dikush hyn e lexon, e sheh një titull interesant, edhe kur hyn lajm e sheh që s'ka të bëjë kur gjë me atë titull, po thjesht është ajo ndoshta për klikime, për vëmendje, po kjo është shumë e shpeshtë dhe e shohim shumë shpesh në për portalet tona, s'po flas për krejt portalet, nuk po i përgjithsoj, po në fakt po i përgjithsoj, po specifikoj ndonjë, po titujt janë kogja kështu. Kjo është çështje e profesionit që realisht nuk është që një portal ose diçka
merë vëmendje, nuk po flasim për vëmendjen e një, sepse është çështje pune, po flasim për vëmendjen e individëve, vëmendjen e figurave publike, vëmendjen që e marrim edhe ne si njerëz, vëmendjen e shoqërisë. Mos të kufizohemi vetëm tek figurat publike, po edhe ne si shoqëri në një tërheqës diskutimi, për shembull, unë si kushtërim qomë edhe e lëshoj një fjallë, ndoshta që nuk ka të bëj as pak me diskutimin vetëm që të plotësohen sa i përket vëmendjes. Sa janë të theksora këto rastet në shoqërinë tonë? Po e shpjegoj edhe psikologu në rastet kur ka mungu vëmendja prej fëmirisë. Qata njerëz kanë tendencë që ndërkohë mas një kohë me kërku qatë vëmendjen e mungume, edhe që kjo është njëna prej formave cilat ata e shprehin në kërkesën për vëmendje. Përmendje dhe kolegja që shumë herë në për shumë takime me shokëve gjithë del një që i din krejt edhe është pak ma i meqëm se krejt. Dhe më thonë, qaj është aja kërkesa e vëmendjes që e lyp me pos edhe në tavolinë, në rreth ngusht. Këta njerëz kanë tendencë me konë edhe agresiv, me pos përgjigje pak ma të repta, për me nëzi debat pak ma shumë, po qaj është që ata kërkojnë. A mund të ndodhë që një person të mbaj vëmendjen e tij për një kohë të gjatë vetëm me një veprem, vetëm me diçka që ka realizuar në jetë dhe vëmendja të jetë e ka i person? Po njerëz që kanë një histori veç me një veprem, është Isabel Qemali për shembull me shpalljen e pavarësisë Shqipërisë. Po flasim për kohë moderne. Po, muj me Gjesti që ka një dollap. Gjesti është çdo ditë aktiv. Jo, po mundemi me përmend ndoshta prej vitit kalum Edona James, ajo është prej një interviste e ka pas, ndoshta e ka rikthy, muj me thonë, pra vëmendjen ku e ka pas, edhe me një veprem që e ka bu me një intervist. Ose kemi artistë që dikur kanë qenë aktiv, po vëmendja, sa herë ata të shfaqen, vëmendja është 100%. Flasim për Armendin Shqipaliqin, flasim për... Po, psikologu. Po, dhe një që është shumë interesante, e kam identifikuar gjatë këtyre përvojave edhe në rrjetet mediatike dhe në shumë tema që kemi trajtuar në emisionet televizive. E keni parë kur diskutohet për seksualitetin apo edukatën seksuale, marrëdhëniet seksuale, problemet apo disfunksionet seksuale, të gjithë shumica për njerëzve komentojnë, e fyejnë, etiketojnë, madje mund të paragjykojnë mbi pozicionin ndonjë personi apo mbi temën që diskutohet, por pikërisht ajo temë gjen klikueshmëri dhe qasje shumë të madhe nga njerëzit që e dëgjojnë. Pra, edhe marrin vëmendje këto tema, por edhe shkaktojnë polemika dhe propaganda ose fyrje, denigrime dhe pse po diskutohen. Ndërsa të diskutosh në Finland apo Norvegji për seksualitetin, nuk ka shumë vëmendje, sepse janë tema të përditshme që trajtohen edhe janë të pranueshme në shoqëri. Unë mendoj që ndoshta edhe tek pjesa e vëmendjes vjen para shumë çka kom rastisme po është për njerëzve që kanë një farë mungesë të theksumit të vetbesimit ose mungesën e vëmendjes gjatë kohës kur janë rrit ose në adoleshencë ose në shoqëni, edhe momentin kur e kanë një hapësirë për me tregu veten, tentojnë çdo formë e marr vëmendje. Njëjtë është ndoshta edhe me këto statuset që bëhen në rrjetet sociale, po qoftë edhe për temat që psikologu vetë i përmendi, është diçka që ndoshta na e kemi halo si tabu diskutimi, po sidomos në rrjetet sociale gjejmë hapësirën me dhonë ose një koment pozitiv ose një koment negativ, edhe në çdo formë të mundshme marrin vëmendje. Mos harrojmë cik që ndoshta krejt këto komente negative bën prej adresave false, që nuk kemi arrit halo ndoshta aty për transparencë. Jemi koshient që vëmendja jo çdo herë është për të mirë. Po shumë, për shembull edhe komentet në për lajme, në për janë çështje e vëmendjes se gjithë del një aty që shon pak ma flit se këta tjerë. Po edhe i lyp mbledh që aty një 200-300 lajka, thotë çore apo qas mirë që dita me shojtëm ma kam bot 200 veta dhe. Një rast që po ndërprej, për shembull kur kemi pas fatkeqësisht raste shumë të dhunës ndaj gruas, kemi pa gjithë 100 komente, një koment del që thot hajse e ka lyp kjo se nuk bën burri diçka. Janë raste të tilla që e lypin vëmendjen në forma të tilla. Blereta, sipas teje, një emër patjetër dosh me thonë,
Kush është një figurë publike që sipas teje vdes për vëmendje? Po ish ka këto presion, o kushtet. Ta thua se ti më duket një. Roni bëjë gati edhe te. Bëjë gati, po shikot, Blerita është gazetare e showbizit. Roni çfarë emri ka do të çuditën. Ne punojmë me figura publike edhe i përcjellim edhe mundohemi mi ble se kush vdes për vëmendje, kush jo. Arlend? Jo që Blerita. Sa keni emrin, kujtoni, Ron. Që Roni është shumë i gatshëm. Kush unë i gatshëm? Po pra. Po. Sikur të më lejoni pak hapësirë ta mendoj se ka shumë. Që keni emër do çuditën e. Hajde e thuaj një. Nëse ki tjetër të vojnë hapësirë. A duhet patjetër brenda kontekstit vendor apo dhe jashtë? Jo, po flasim për shqiptarë. audiencën shqiptare. E pra, për shqiptarë, ose çfarë pozicioni po lakmushëm keni vendosur, se këto pastaj këto që i themi ne marrin vëmendjen e publik se bëhen virale në sekuencë. Krejt kemi emra. Çunë ta them një emër. Hajde. Soda është një personazh në TikTok që ka kaluar të gjitha limitet për të marrë vëmendjen. Unë e kam një emër tjetër që është kej tjetër për atij të kushtrimit. Po, kemi në ato emra të TikTokut, po... Po janë bërë njerëz publik? A nuk mundon që avokati Arianit Kuci nuk kërkon vëmendje? Qëre, Arianit Kuci diqysh e ka një lifestyle që ashtu. është shumë interesant, unë e një personalisht. Unë e një personalisht. Edhe njët kështu reale edhe kur takosh me ta është i njëjtë. Dhe me thonë njëjtë ti të bënë ato tregimet, njëjtë bisedën është shumë i hopër me njerë, nuk është i veç i kallëzën që ashtu edhe kërkon vëmendje. Arianitin për me më pëlqen kontenti tina. Kontenti tina në Facebook është shumë i mirë. Nuk po e kritikoj, sepse vëmendja në këtë rast është edhe e mirë, tregon diçka beakit mirë për jetës dhe për dëshmërisë të tina. Amo dhe kush të një, për shemë mund me po Arianitin me atë bicikletën e tina në për shesha, sajtë të kalu. Emrin. Shanit Meri. Okej, po, Shanit Meri. Shanit Meri. Nëse nuk e një. Nuk po e një. Unë e një. Nuk po e një. Ason? Unë po. Ron po. Një ato me parashuta. Ron jemi në fond. Keni emër apo po të falim kësaj radhe? Ju dy nuk po rrishin Jo, të kaspak. veç, a mund me uazoni vetëm 20 sekonda, rrugës të ndaj një shumë konkret, bi çështjen e vëmendjes. Dikush është na e ndohet, nuk e kemi të për të kaq vëmendjen Blerita. Po, jo, absolutisht. Mbrëm për rastësi pash një video të një fizikantit njohur shqiptar që diskutonte për reality show, diskutonte dhe teorizonte tema shumë të rëndësishme dhe unë, duke parë pozicionin e tij si fizikant, nuk kisha prit, nuk doja që unë të mira vëmendjen e publikut, po doja ta eksperimentoja publikun, ta shoja ku është vëmendja publiku. Dhe thash fizikantit, të ftoj publikisht në një emision televiziv ose një debat online, ta diskutojmë jetën pas vdekjes ose vetdijen kuantike. E di çfarë, e di sa virale u bë komentim, vetëm se i kërkova një ftesë publike për të diskutuar një temë që intereson shumë njerëz se çfarë ndodh pas vdekjes, sepse ka shumë të tillë që edhe janë të interesuar për këtë temë. Që i vjen se kjo është një metodë për të marrë vëmendjen. Por emrin. Por unë eksperimentova, sepse unë mjaft bleve ko, na thuaj emrin. Pak duhet edhe politik me ju, po nese. Emrin po jap, unë mendoj që me qenë se jemi si kom bashkë, Shqipëri e Kosovë, unë mendoj që politikani dhe kryeministri Edi Rama shumë kërkon vëmendje. Madje me vëmendje të egzageruar. Më parë s'ka kërkuar, por tani ka filluar me qenë se janë edhe zgjedhjet afër. Okej. Hajde Blerita. Hajde Blerita, që ta është më në fund mete. Jo, emra anonim si Arlindi që... Shanit Meri nuk është as pak anonim. Më vje keq që po e përmend në rrët e rotull sot, po... Fatkeqësisht është tu më shef dikon në për molet që atje, se për ndryshe kështë posë... Mi kërkuar... Okej, kërkuar që nuk po e një. Ason nuk po e një, apo... Jo neme. Nuk e di, po... Blerita. Jo më të venu nejkon qështu taman të TikTokut, po... Jo pa tjetër TikTokut, këngëtar, aktor... Që shtash është të livë vëmendja për shembull shumë edhe ajo farë gjeneta që u kom Big Brother. E për fix që nuk faleminderit për ndihmën, po mendoj që po kërkon kogja vëmendje me mbajt një farë ritmi të
famës që e kanë kriju, se s'po di Okej. sa me cilësu. Na Po trajnoj me shku po, do në për intervista në Shqipni, krejt që apo diskutohet për gjistin, kështu që... Arlin, çka është puna e gjithpara? Na trajnoj me do gjilpona, 4 storje, 2 i kote, ja zhti do gjilpona, kësajde do... Po më të me rënë, të bëtë që ata e më Po botosa. pse po e ndjek? Ha? Pse po e ndjek? Që edhe mirë e ki, po më dalë sponsor. Tani intervista që mi bënë e për Shqipni, valoj s'po mund e shmi evitu se po t'i E qenë. fix, pra këtë që kjo është mundemi me cik që është titujt, që mundemi me i po. Bombastik, Po, se e peshohëm aty gjestin Ta- e ta ndvaja që shfaqin kuriozitetin. Mandej, Gjenita në gjendje të rëndë, ta që Me të më gjilpona. gjilpona, të e u shku për qefa të t'i bëmës nëse ka që u kërkosh. Arlin, Loreta, faleminderit shumë që ishin në këtë Faleminderit Ju diskutim. falenderit për bisedën. Roni, faleminderit shumë edhe ty që na u bashkove në këtë bisedë. Dhe falemderit që edhe emre. Faleminderit dhe ndërimet e mia, nuk jam bjerë kur më mirë se me një panel të tillë si me të ftuarit aty. faleminderit, knatësi. Kaldrin, faleminderit edhe ty që gjatë kësaj jave ishim bashkë, po ne do